ndryshojmë tërësisht argument, një nga aktualitetet më të rëndësishme të këtij muaji është ajo që ka po ndodh në Partinë Demokratike, ku zoti Saliani dhe disa protagonistë të tjerë të Partisë Demokratike ka nisur një tur takimesh në rrethet të ndryshme të vendit, që ka shkaktuar një tension tek pjesa tjetër e Partisë Demokratike. Apo shkohet drejt një përplasjeje mes Salianit ndaj pjesës tjetër të drejtuar nga zoti Berisha në PD-n. Dhe mbi të gjitha, çfarë duhet ndodhë në Partinë Demokratike, do të flasim në 30-40 minutat e fundit të këtij emisioni. Auron, ti ishe në dëgjesën e parë, në takimin e parë që bëri Saliani në çfarë konstatove dhe pse ndërpreve atë? Jo, nuk e kam ndërpreve, kam qenë edhe në Durrës. Ke qenë në Durrës, ishe po... Edhe të kafja, edhe të... Po. Atje, unë marr pjesë të gjitha takimet, me të thonë vërtetën. Madje para disa ditësh kam qenë një takim që u bë për drejtësinë dhe për korrupsionin me Agron Shehen, që më telefonoi dhe më tha që do mblidhemi për këtë çështje. I dëgjoj të gjitha, patjetër. Kam qenë dhe te iniciativa demokratike e Fatbardh Kadillit në 2021, megjithëse s'u bën ai lajm, domethënë, siç u bë kësaj radhe. Kam shku që diçka të lëviz në Partinë Demokratike, sepse Këshilli Kombëtar nuk mblidhej që nga muaji mars, dhe ju bëj me dije, si që dini, pas nesër do mblidhet Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike. Kam kërku unë personalisht, s'po them që e kam arritur, thjesht çka kam diskutuar në për studio televizive, kam kërku proces në analizës, dhe sigurisht që procesi i analizës po ndodh, pavarësisht se unë kam pikpyetjet e mia, se unë kam pasur në mendje një proces analize që çdo kush nga kandidatët do të gjykohet nga kutia vet, si ka dalë lagjen e vet. Në rast se ai nuk ka fituar lagjen e vet, ka probleme pastaj. Pastaj flitet për grup seksionin, për po këta ka qenë në listat e mbyllura, si do i bëni këta jo? Patjetër, jo, rezultati i Partisë Demokratike, si ka dalë. Dakor, pra të vuaj, si e mat Flamur Noka se sa vota ka marrë në Tiranë? Nuk e di, pra unë po them për këta që kanë, domethënë kanë kandiduar tek vendet e tyre. Procesi i analizës, mendimi im, duhet bëhet nga një institucion i pavarur, jashtë ndoshta edhe Partisë Demokratike, jo nga personazhe që janë aty, që në fakt nuk thonë asgjë, këta që janë marrë, po merren tani me analizën, dhe se di se sa serioze do jetë ky proces, gjithsesi unë do them mendimet e mia. Momenti tjetër ka qenë pra u zhgënjeve në Durrës për kodin zgjedhor, kodi zgjedhor i cili për mendimin tim është totalisht i padrejtë dhe duhet hedhur në koshën e mbeturinave, kur Partia Demokratike përgatitet për me bëj një kod tjetër zgjedhor me Partinë Socialiste, nuk janë pyet protagonistët e fushatës 11 majit, se çfarë problematika ka pas. Po pse do të pyesin ty atë? Mendoj që ne duhet pyetemi, jo vetëm ne, po edhe qytetarët edhe baza, dhe unë sot e kësaj dite nuk e di qëndrimin zyrtar të Partisë Demokratike se ku qëndrojmë ne për kodin zgjedhor. Pra çfarë duam ne? Jemi për reform, jemi për çështjen e sistemit magjoritar, si çdo doja unë të isha, po unë s'kam monopolin e të vërtetës dhe nuk du, domethënë që të bëhet siç them unë, megjithëse kjo është në mënyrë dëshirore. Për shembull, Bashkia Krujës ka 100.000 banor dhe nuk ka sot një deputet në Parlamentin e Shqipërisë. As nga PS-ja, as nga PD-ja. Legislaturën e kaluar ka pas 4 deputet. 2 nga PD-ja, 2 nga PS-ja. Po pas kemi pas inflacion atëherë. Po pra, tani nga kodi zgjedhor që kemi, 2 liderët e partive të mëdha nuk kanë zgjedhur asnjë deputet. 100.000 banor. Unë mendoj që kodi zgjedhor duhet të jetë afër qytetarit. Deputeti duhet të jetë afër qytetarit, apo jo? Një parti që ju e kishit pak më herët. Zotin Raja. Mirë pra, është tjetër. Po. Ai ishte deputet i zonës, nuk ka rëndësi. Tani s'e ke fare, s'ke asnjë. Pse ky nuk është ky Arjan si ka ky Rumi, ky si ka ky Arjan. Ndoja, po. Arjan Ndoja, po. Ne po themi nga Bashkia Krujës, për zoti Babaramo. Tani, së dyti, se nuk është i Krujës ky. Ju kishit zotin Lapaj pak më parë, i cili bashkë me avokatin e popullit, do më thënë, se më vje edhe për të qeshtë tani, bashkë me avokatin e popullit, morën 66.000 vota dhe kanë 1 deputet në parlamentin. A është e nershme kjo? Ne kemi kod zgjedhor që jep 10 deputet në tavolinë e Diramës. Ne kemi kod zgjedhor që ja pamundson kandidatit për me pa votat e veta. Çështje që unë kam çuar në gjykatë kushtetuese. Dhe e gjithë praktika ndërkombëtare, GDN-ja, KDN-ja, Komisioni Venecias thotë që janë 3 aktorët që mund ta vendosin në lëvizje një proces administrativ për me kontestu votën.
kandidatët, partit politike dhe zgjedhësit, thonë ata, kurse kodi jonë zgjedhore ka vetëm nga partia politike. Pra në rast se nuk do partia politike, ti nuk i shef do të votat e tuja. Debati që u bë së fundi në mbledhjen e kryesisë së PD-s. Po. Ishte i shëndetshëm apo jo? Se unë mendoj që po mërë vlla, ishte i shëndetshëm. Se mu duk për një çështje, kjo çështja e zotit Shabani, do unë që jo i mblodhet firmat, jo... Jo, ajo është shumë e rëndësishme, shiko, ajo është shumë e rëndësishme. Kjo është çështja më e rëndësishme që shqetëson opozitën shqiptare? Ajo është përfaq një nga dramat më të mëdha që ka opozita, që është në këtë rast moral, jo, po çështja e seriozitetit. Në rast se politika nuk ka moral, duhet të ketë lloj serioziteti. Unë jam ndje shumë i fymë personalisht, sepse unë jam një nga njerëzit që e kam luftu politikën e George Sorosit. Si pas meje, gjithmonë, dhe të zgjedhësh avokat populli, kandidatin e George Sorosit, për mua është e pafalshme. Se di Sorosi që ka një Hedri Shabani këtu në Tiranë. Është totalisht marrëveshje e Sorosit. Fakti që kryeministri Rama ishte vetë në sallën e kuvendit dhe u kujdes dhe votoi, sa ai zakonisht i ignoron votimet tilla, por ai ishte vetë aty që 85 deputetët ta votonin kandidaturën e tij sepse ai ka qenë një pazar politik i shumë kohëve më përpara si kolon e 5 dhe dëmi më i madh që ka bëu ky zotnia nuk është avokati i popullit, se avokati i popullit do mahet mend që ka mbrojt vetëm drejtat e LGBT-s. Për popullin jo, nuk ka qenë ndonjëherë. As i lloj avokati. Ata popull janë bëhë. Mirë, okay, unë po them për popullin tërësi, për shumicën. Demokracia është sundimi i shumicës mbi pakicën. Ne s'po themi për diktaturat e pakicës që duan ti mbivendosen shumicës, se kjo është tirani pastaj. Ne po flasim për demokracinë. Dhe domi më i madh që ka bëu ky zotëri është ndaj partive të reja, ndaj forcave të reja politike. Ky ka demotivu gjithë forcat e reja politike dhe ka demotivu rinin. Ky vrau narrativën e partive të reja. Këtu shofun domin e ati, se ai me shtru në referendum çështjen a e dun atë apo se dun avokat populli, unë s'besoj se e do as familja vetë. Absolutisht. Gjithë njerëzit janë të paknaq nga mënyra se si ai e boni pazarin në këtë rast. Se që njeri Edi Ramës, kjo nuk diskutohet fare. Tani nuk shtrohet problemit ai. Shtrohet si ka mundësi Partia Demokratike mbledh firma për këtë zotnin, i cili ishte kundërshtar politik me Partinë Demokratike. Ai çfarë nuk ka thënë për Partinë Demokratike? Edhe çfarë nuk ka thënë dhe për Partinë Socialiste? Për kë? Për Partinë Socialiste. Po e votoi Partia Socialiste. Vjen keq tani. Ai çfarë ka thënë për Partinë Socialiste? Të dy Socialiste? rastet e kanë mbështetur. Po i sekond, patjetër, pra aty do të dalë. Dhe Rama është në drejtën e vet. Ai në fakt votoi kandidat në opozitës, apo jo? Ishte i propozuar nga opozita, ai është në rregull. Unë jam dakord me këtë. Problemi është që ai gjithmonë ka bërë lojën e Edi Ramës. Edhe aty, tani lapa ai nuk e di se si, pas telenovelës që ne konsumum në muajt e verës, a do hyt Daja, Tezja, Halla apo Xhaja, apo do ta marrin nga 2 vjet Zeqiri, Zeqinea, çfarë ishin këto personazhet, tani e kemi këtë personazh totalisht qesharak për mendimin tim, avokat populli. Për mua është armik populli, nuk është avokat populli, ky lloj njeriu domethënë. Tani vim tek Partia Demokratike, deputet të cilët mbledhin firma dhe thonë se është akoma më rënd, thonë shikon mu mira telefonit Filani dhe ja dhash firmën, unë menoj që kjo është qesharake. Do më thënë, ti firmën... Lobimi njët. Jo, firmën e ke nga qytetarët, mërpur. Ti duhet konsultohesh me qytetarët. Qa mendimi kanë këta për Endri Shabanin, për X-in, për Leonardin? Që nëzit nga qytetarët, ma. Jo, edhe jërë. Ti ke marrë vota nga qytetarët. Ke marrë vota nga demokratët. Jo, mëse s'ka marrë asin vota nga qytetarët, vota more tjere, se s'ka marrë erdi vota, o zotëri. Unë po them njerëzit e tjera, ata që kanë firmos zgjidh, duhet me pyet njerëzit, a kupton? Ne kemi këtë avokat populli, qa mendoni ju? A ja vle këtë, a votojmë këtë? Po bërë shumë idealist, o Firma është gjë e më e rëndësishme, më burr tani. Për i firmë njerëzit shkojnë në burg, janë varën litar. Këta thonë firmoza, unë se më tha njëri në telefon. Po mirë, 5 veta do gabonin, po 35? Po këtë po them pra. Këtu jam. Dhe unë propozoj, që Partia Demokratike duhet ngrej një komision hetimor brenda forcës vetë, brenda institucionit saj, për me nxjerrë të vërtetën e këtyre firmave. Ka pasur urdhër nga lart, një, në rast se nuk ka pas, kush kanë qenë personazhet që janë investu, thuhet që janë 2 persona, një burr dhe një gru, që kanë mbledh firma, apo jo, dhe duhet dalë vërteta, nuk e di pra. Unë këtë do ta inkurajoj edhe në mbledhjen e Këshillit Kombëtar, do ta ngrej këtë çështje dhe do ta kërkoj me forcë. Nuk është Berisha domethënë. Vendosjen e para përgjegjësisë, kuptimin politik e flasës dhe çfarë njerëzit bëjnë. O Aulon, tani neve duhet dalë dhe duhet jemi serioz këta burr tani. Urdhra? E bëre shumë parimore këta.
Po parimore është. Po ti po më thua mua, domethënë që nuk e pas të ditur Berisha se çfarë po ndodh aty. Unë po them duhet komision hetimor brenda forcës politike. Dhe ti do të pranoj komision hetimor Berisha për këtë çështje për cilën ka urdhëruar ai të ndodhin? Pse mos ta pranojmë? Do ta pranoj Berisha? Do jemi serioz. Jo, nëse do njerëzit do jemi serioz dhe do të Ore ti tani po flet për një parti demokratike që ka lindur në Finlandë, në Kopenhagen apo në Tiranë më burr? E kemi shansin pas nesër. Mirë, në rregull. Dhe do vim prapë në studio më burr, ki durim i javë. Unë i pres edhe... Jo, i javë ki durim, se ne kemi prit deri nga muaj mars deri tani me unë Këshilli Kombëtar. Ne kemi 13 ditë që presim opozitën dhe 3 tjerë. Jam me ty unë, jam me ty, dhe ti e di që ndajmë të njëjtat pikpamje. Ky moment duhet me marrë me seriozitet. Pse? Sepse ne duhet ndajmë menjen, a jemi me Trumpin, a jemi me Sorosin. Po se ka nda menjen i madhi. Këtë po të them pra edhe herë, unë po të them edhe herë, po i bëj thirrje të gjithëve faktorëve opozitar që janë te Partia Demokratike. Kjo punë duhet pa me seriozitet. Bëj thirrje Berishës, kjo faktore, cili faktor opozitar, ku ka faktor opozitar aty më burr? Me dal para qytetarëve shqiptar, dhe ne duhet jemi serioz me qytetarët. Nuk ka faktor opozitar aty, ajo është SPK më zotëri nderuar. O Leonard, unë kam ndjek me vëmendje. Po dakor më burr, po ti flet për një frym, a thua ti se Partia Demokratike është domethënë partia më e konsoliduar aty. Aty po foli Berisha ka marrë full gjithçka me Ulon. Ne për këtë, jo më thon drejt, unë them menimet e mia. Dhe së më nalo kush, unë i kam thonë menimet e mia, sa herë kam pas mundësi, kam shumë muj, shumë, jo vetëm kur kandidova. Po prandaj e te dera, o Vlon. Po s'ka rëndësi, unë do bëj çdo përpjekje timen që forca politike që quhet Parti Demokratike të vinë pushtet. Sepse unë gjykoj që e djathta qeverisë më mirë se e majta. Këtë e kam bindje. Dhe e gjithë lufta ime aty është që ta çoj PD-n më djathtas, se është drejt qendrës, sepse unë besoj te parimet e konservatorizmit dhe etj dhe unë besoj që është momenti tani për me nis një lëvizje, në lëvizje se këto lëvizje ndoshta kanë kriju inflacion, mendoj që është momenti që të nis desoroizimi i Partisë Demokratike. Një memorandim që unë do ta paraqes pas nesër në Këshillin Kombëtar, dhe në rast se ju do keni interes, do jemi në studio dhe do ta diskutojmë. Shiko, unë shikoja tek pjesa e kur pasha tek grupin e madh avokatit popullit, midis tyre ishte dhe një miku im, që është me shumë kualitet, Gerti Shell. Një personazh i cili atij institucioni do t'i bënte shumë mirë, dhe një nga garusit mendoj që duhet ishte dhe ai. Tani këto thuaja për Shellën, thuaj doon pas 5 vjetëve kur të kandidoj prapë, se iku kjo punë. Jo, nuk e lidh aty, unë e lidh te kualiteti që neve aty institucionit avokatit popullit. Ka dhe shumë emra tjerë, doon deri tek institucioni avokatit popullit. Ledi Bjanku që kanë pasur shumë vënë në lëvizje. Ke pas Ermir Dobjani në burr, një nga më të mirë që mund të ketë. Po nuk ka qenë asnjëherë në nivelin e duhur ai si institucion. Të vim tek çfarë po ndodh në PD. Edhe unë doja të pyesja Aulonin. Aulon, kur ishit në Durrës, doli Berisha, tha këto, qa kanë, tha këta, tha unë, se s'vinë në zyrë, tha zyrën e kam hapur, tha, të flasim, tha që qa shkon, qa nuk shkon në PD. Shkuat ju, e takuat pas asaj, dhe qa ju tha, dhe qa i thatë. Aulon, do bëjmë pyetje, keni mund të takoni Berishën apo jo? Pa tjetër më takohet do të diskutohet apo burr. Kjo nuk diskutohet. Mu më ka thrit. Mo duhet të jesh shumë e vështirë ajo burr për të takuar. Nuk besoj se është ky debati për mendimin tim. Shiko, unë njerëzit dhe opozitat, po edhe opozitat aty shkojnë ndahen 3 kategori. Domethënë njerëz që merren me thashëtheme, njerëz që merren me komentim ngjarjesh, edhe njerëz që merren me ide. Unë besoj që Partia Demokratike nuk është te pika 3. Duhet të jetë, se politika është lëvizja permanente e ideve. Nuk ka politik pa ide të reja. Ne tani jemi te Rama, domethënë bëri Rama kështu, tha Rama ashtu, Rama bëri këtë, Rama bëri atë. Ne duhet të udhëheqim politikën shqiptare. Pra duhet jetë Partia Demokratike që ta udhëheq politikën shqiptare me ide të reja. Sepse nuk është ideja që kjo të jetë një forcë me idenë e rëndësishme është pjesëmarrja në zgjedhje. Kjo duhet fitoj zgjedhjet. Pra kemi ne mundësi me fitu zgjedhjet apo jo? Shikoj pyetjes nuk e ndërmend ti përgjigjesh, po ta bëj pyetje në një formë tjetër. Po nuk ka interes ajo, jo, ta them unë atë, do ta them unë. Po kam qenë, më ka thrit zoti Berisha dhe kemi diskutuar me njëri tjetrin, ka qenë bisedë shumë e gjatë, por çfarë interesi ka kjo? Që atakohem unë me Berishën. Jo, ne unë po ju flas për luftë idesh, e kupton? Pra unë kam qenë në Durrës, kam qenë te Kafja, jam i hapur për çdo lloj takimi tjetër që Partia Demokratike të jetë forcë konkurruese. Këto ide dhe të tjera do i them dhe në Këshill Kombëtar, unë jam Mehmet, unë mbaj qendrime publike. Se kur nisi kjo do pam shumë veta.
Po, shumë vetë. Antar të kryesisë të Partisë Demokratike, antar të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, ku ju ishin nga më të spikaturit, siç ishte edhe doktor Ali Mehmeti nga më të spikaturit. Po, ndërkohë rrugës... Jo më s'ka që dhe problemi, as rrugës, as pa rrugës. Unë jam njëri publik, flas me akte publike. Politika është akt publik. Unë jam taku, ashtu si që nuk jam në i lëvizje, që e nësit doni, që ti ki Leonardit via uloni. Unë tavolin rri për parime, nuk rri për pazare. Pra s'jam unë me idenë tani që të heqim njonin dhe të gjem vend punë për tjetrin. Unë personalisht nuk kam asi synim aty. I vetëmi synim që kam unë është që Partia Demokratike të vim pushtet. A mund të arrim do të këtë? Ne nuk mund të themi tani që ky i vodhi zgjedhjet, se ky është konstatim. Ne duhet gjejmë zgjidhje. Ne duhet gjejmë zgjidhje. Pra ne jemi në politikë për me gjetë zgjidhje. E gjejmë dot apo jo? Në rast se nuk e gjejmë dot do hapim krahun. Unë nesër do iki. Në rast se unë nuk ofroj zgjidhje për këtë çështje, unë kam kandiduar për herë të parë kësaj rrade. Ka qenë hera parë që kam kandiduar. U fitu zona ime elektorale, kam dalë dhe njeriu më i votum si nga PS-ja si nga PD-ja. PD-ja fitoi mas 18 vitesh atë zonë atje, pra kishte 18 vite, nuk po them që e ka fitu vetëm për me, po unë kam kandiduar në atë zonë. Ka qenë ekip i mrekullueshëm, njerëzit që... Po dhe ke punuar a ulona? Jo, kam punu pa tjetër që kam punu. Kishte vite për para që punohet? Pa tjetër më se s'punohet sot për nesër. Zonën e kam zgjedh vetë, është një nga zonat më problematike, Zordi Babarama. Ti jemi realist. Po e qartë. Apo jo? Po e kam zgjedh vetë, nuk më ka qunë kush me zonë. Nuk jam nga këta deputetët shëtitës që të marroj punë tani më fushkruj, edhe të ikin Gjirokastër. Nga Gjirokastër dalin Korç, nga Korça dalin Berat. Siç po dalin këta? Jo, unë zgjedh zonën time dhe aty ku i përkushtojmë njerëzve, dhe unë jetoj atje tani. Vetëm nga nderi që më kanë bëu ata. Jetoj atje me hallet dhe me problemet e atyre njerëzve. Politika është gjë shumë serioze. Ktu nuk e marrin seriozisht, është punë atyre. Unë kam hyrë në politik me dhënë shembullin tim. Gjithsesi është koha që do të tregoj fytyrën. Kjo është parimi, por politika gjithnjë më shumë po bëhet e personalizuar, gjithnjë më shumë do njerëzit votojnë individin se sa iden, me këta individ që janë kryet PD-s, me këtë leadership, realizohet kjo që thua ti do në largimi i Ramës nga pushteti? Unë besoj që në Partinë Demokratike do të hapet i debat shumë i rëndësishëm tani, këto do t'jenë muj shumë të vrullshëm, dhe këto ma besoni, dhe mendoj që ne do t'a gjejmë shtegun e duhur për me mund Edi Ramën. Kjo është shumë e rëndësishme tani, do ndodhi, do filloj që tani këtë muj. Një moment tjetër që nuk e preka është protesta kombëtare, 22 dhjetorit. Është një moment që ne kemi kërku me forcë, unë personalisht kam qenë kundër organizimeve që janë bërë deri tani, ne jemi forcë kombëtare dhe ne duhet thrasim protesta kombëtare. Nuk mund të, Zoti Lapaj, unë e mbështes protestën e Zotit Lapaj, ti jemi realist, domethënë, por ai organizon protestat atilla, domethënë, i përshëndes dhe i mbështes atë lloj protestuesis, dhe po japin nga vetja vet. Partia Demokratike është parti që do të mbush sheshin. Data 22 dhjetor, sot një javë shumë e rëndësishme për me tregu peshën e vet, uroj që njerëzit përgjigjen edhe dalin aty. Por su përgjigjen? Atëherë do ta diskutojmë këtu, do ulemi dhe do flasim, absolutisht. Do ta diskutojmë. Debati që u bën në kryesi rodhen shumë... Gjitën armikun. Armiku ishte Saljani. Nga Edi Rama shkun të Saljani, shqyqyr. E bën armik, se aty të bën armiko. Mos ke nevojë të më bësh pyetje fare. Po ta them aty, ose do mendosh dhe do flasësh për Berishën, për flamurin dhe për Alban. Po ndërkohë ata mund të thonë që këto emra që ti përmend, që ti mund t'i thonë Saljani, do zotrin, ne kemi përballë Ramën dhe Ballukun, ti na kërkon të bëjmë analizë. Ti kërkon do unë që të bëjmë harakiri. Seriozisht e ke këtë ti? Po pyes. Okej, të kthe përgjigje unë, dhe unë po them seriozisht e kanë ata këtë? Pse jo? Po sepse unë rregulloj shtëpinë time një herë, pastaj shikoj te komshiu. Shumë e drejtë. Ka drejtë. Po tani o zotëri nderuar, ti humem 11 maj. Pas një qeverisi të degraduar. Dhe ti prap ke humbur, dhe ti më del mua me apologjin dhe më thua mua që e ka faj Rama se me ata s'bën zgjedhje, po ç'a bëre ti vjet minimalisht me kodin zgjedhor, ç'a bëre? Ha shkove votove ti atë. Ti të keqe kishe kodin zgjedhor 2020, po e lija ashtu siç ishte të paktën. Ti e blokove fare, që të mos lodhe fare, Flamuri dhe Pamela të dilten fushat. Seriozisht e kemi me këtë histori. Dhe, unë, dhe më dhe me Aulonin do shkoja në çdo lloj lufte, mua, dhe vetë tek e tek. Për te fakte dhe më që e ngacmoj. Në krah, jo për baldo, në kishe fjallën. Jo, në krah. E kisha fjallën tjetër kund. E shoh idealistike atë që thot Auloni. Ashtu duhet jetë në mënyrë teorike dhe normale PD-ja. Përse?
Po sepse s'është e tillë, mo zotri. Si është? Aty po dole kundër Berishës, Pra është një parti po e dole kundër personalizuar. Berishës, duhet të presësh gjylet me baltë. Dhe kur të hedh gjylet me baltë Berisha, duhet ta kuptosh, se do fillojnë pasaj të nënat e babat e vllajt e motra, Ja, të pra. kushëritë të... Doli pak nga arreshti, nxori një këmbë auloni, nuk e gjuajtë Jo, me doli gjylet. një këmbë e thiri në takim. Po. E pra, që ta bënte vetë. Jo, s'ka lidhje, s'besoj se ka Mirë ma mirë, le se po flasun për ty, mos u mërzit. Mirë, okej. Jo, më jo. Mos u mërzit për Me këtë. që jam, nuk mërzitem unë. Iku Aloni thiri Ali Mehmetin, u ndryshoj qete dhe gratë Ali Mehmeti, e pe deklaratën e djeshme. Jo, nuk e kam parë S'ka qatë. problem. Qete dhe gratë, Berisha, tha doktori, nuk i shkon doktorit, të thot Berisha. Po pse jo, a ish kryetari i PD-s? Po le tjetë. Kryetari historik. Po a ka mundësi unë të kem një mendim timin? Po mirë, a Çfarë do të thotë kjo historia? ka mundësi që është e pamundur që të konvergoj mendimi i dy doktorëve, doktorit të madh dhe doktorit të vogël? Ja ta Po, shpjegoj pse, sepse nuk konvergon ajo, sepse aty nuk lejohet mendimi ndryshe. Nuk lejohet ideja ndryshe. Dhe idenë dhe mënyrën e organizimit të bëjnë njerëzit mo. Në qoftë se ti njerëz ke të njëjtit persona që kanë 14 vite që humbin rresht, çdo lloj palë zgjedhje, patesh ti problemi do ta shohësh te vetëm, jo te kundërshtari më. Ora njerëz, ide t'i japi njerëzit. Qa ide do m'japi Flamur Noka mua? Është numri 2 i PD-s, mo zotri. Cili ide ka ky? Qa ide ka ky njeri? Do e hapin partinë, thot, ndaj kujt, mo zotri? Cilën ke thirr ti aty? Po ti kur ikën në shtëpi, e merr karrikën tak me vete dhe ikën, se ke frikë se ta zën, mo. Tentoni ju të kërkoni shkarkimin tim? Kush je ti, mo zotri? Ti je një si gjithë në tjerët. E je sot sekretari i përgjithshëm, nëse nuk do jesh. Je sot kryetari, nëse nuk do. Dhe e tjetra, Babarama, aty ka një problem shumë madh. Nuk merr njeri në mënyrë absolute fajsin, gabimin, se s'po quaj faj është penale, po gabimin, po the. Po zotrim, e vure ti Bashën aty, më falni që u asolla unë Bashën aty, më kërkojnë djes. Vajtë ti dole në 2019 kur i kërkonin të gjithë, ore pse po dalin nga parlamenti? Po shiko dhe mund të fitojmë, po dhe mund të humim. Ore zotri, që shke histori dhe mund të fitojmë dhe mund të humim? Mos kandido doktor në zgjedhjet e majit të 2022, se partia duhet të bashkohet, të përçahet më. Jo, do kandidoj se vetëm unë jam aty. Ata që ishin me Lulin dje, dhe ishin kundër Berishës, ishin të këqinj të këtij zote, ai që i thoshte, mandi që i thoshte Babi Xenit. E bëri edhe shok me Suel Çelën. Sot e ka kryetar grupi parlamentar. E mend atë Gjek Marka që dilte aty. Po, a mos je pak kontradiktor? Se? Ma thuaj ku? Sepse këtë që do unë e ka sulmuar, e bëri kryetar të grupit Po parlamentar. ta shpjegojën se ti nuk e di karma i së bitshton. Po prahet me dëgjoj pra. Këta Pra nuk është aq akmarë, zoti Berisha, Jo, pra jo, këta kur... sipas në qoftë se kaftuar. O, Babaramo. Kaftuar. Po erdhe si qeni i rrahur te Berisha, ai te ledhaton, po e di shumë që të kanë në thundër. Të ka poshtë këmbës tia. Mjafton që ti jesh poshtë këmbës tia dhe pastaj po i dole kundër? Dili kundër dhe për të shikosh. Prit se s'ka filluar me Saljanin akoma. Qa pritet bëj Po Saljani? prit, o zotri nderuar, sot dje doli me Xori Flamurin, u mor me Gridën. Domethënë se ç'lidhje ka Grida Duma, unë nuk e kuptoj. E thërresin kot në histori, ndërkohë që ishte Saljani, dhe ndërkohë që Saljani nuk po bën as edhe një gjë, mund mos bëj asnjë gjë ky zotria. Por në fund të ditës ka nisur një lloj takimi. Kë takoi më ky zotria, kë takoi Durrës. Takoi kundërshtarët e Partisë Demokratike apo demokratë? Sipas Berishës ka takuar ata që kanë punuar për Partinë Socialiste. Hysén Kadiu që doli i pari në qarkun e Tiranës për punoj për Partinë Socialiste. Ate po ta them një gjë personale. Në qoftë se unë do kisha kandiduar në primare dhe do kisha dali pari një qarku, cili do dhe të mos më kishte vendosur Partia Demokratike të Ta pari. ndërprezon sepse kemi këtu zotin Jo, ai to Kalaja. të tjerë. Jo. Maleta Që the- kandidoi në qarkun e Durrësit. Ore Maleta Dhe the- Berisha thotë do unë që aty nuk ishte demokrat, aty ishin ata që kishin punuar për Partinë O, Socialiste. Babarama, Maleta mbyll këtë si histori dhe pastaj le. Ti përgjigjet ky do ta jap prap fjalën. Okej, vazhdo tani. Po. Them. Është e vërtet ky apo jo? Shiko, unë mendoj që krisjet e 8 janarit, ato problematika që tha Leonardi pak më përpara, janë akoma në trupin e Partisë Demokratike. Nuk është momenti për me i qujt njerëzit tradhtarë dhe heroj tani. Kjo është histori e Partisë Demokratike që do vazhdojnë këtë lloj forme. Mere Saljanin, boje Leck, jo po Saljani shkopi bejsbollit e tjerë. Unë kam qenë kundër Saljanit me 8 janar, unë kam qenë të pjesa këtej. Po. Edhe, po s'është vetëm puna Saljanit. Janë njerëz tjerë ata që tha Leonardi aty.
Do merremi me këtë neve tani, pse s'përmenden heroizmat dhe bëmat e tjerëve, po përmendet vetëm çështja e Saljanit. Pra, kjo është e panershme, patjetër. Dhe unë e refuzoj këtë gjë. Sigurisht që në sallë të Durrësit ka pas njerëz të Partisë Demokratike, patjetër që kanë qenë Ka pasur dhe kanë qenë të Partisë Demokratike, ata njerëz që kanë. Nuk ishin gjithë PD-s. Jo, kanë folë, ata që kanë folë kanë qenë PD-s, patjetër. Nuk diskutohet kjo. Unë kam qenë vetë në sallë. Po përse nuk fole? Nuk fola sepse ne kishim lënë që nuk do flisnim. Aty pastaj u vendos në momentin e fundit që do flasim. Unë nuk jam i përgatit kur dhe jam kundër kësaj politikës faktit krym, që dilti fol tani. Unë ula në fund sallës, i kam gjuhë me vëmendje se ne kishim shku me gjuhë njerëzve të thjesht, demokratët. Ne kemi ku flasim, jam ftove ti këtu, unë i them hinimet e mia, nesër do jem diku tjetër, dhe kështu e kishim vendosur, domethënë që ne do mbanim këtë lloj stature. Por aty u vendos në fund fare që do flasim. Nuk ka rëndësi, ky ishte element domethënë i papërfillshëm, se pastaj u fol jo po u prish takimi se s'doli Auloni me fol, s'besoj se e prishun takimin. Jo. A kuptoj? Jo. Unë fola me pjesëmarrje besoj, tani më vjen. Jo, pyetja konsiston në këtë që shkove në një vend që nuk të pëlqeu dhe u tërhoqe. Nuk e kishim vendos që do flisnim. Ja këtë mund ta konfirmosh edhe me protagonistët e tjerë. Dhe do dalë kjo që them unë. Okej. Po. Ajo që desha të thosha pak më përpara dhe nuk po duhet bëhem radikal. Por në rast se do isha në vend të Hysén Kadiu, se e quajti domethënë si kur punojnë për Ramën ai. Ishte fare tha këtu, tha, nuk u mori fare pjesë në zgjedhje, tha, ishte në Amerikë. Jo, ato duhet marrë me rezerva, Leonard, ato zbardhjet që kanë bërë mediat, se ndoshta nuk ka qenë ashtu. Nuk du t'i hyë, po duhet me marrë me rezerva. Jo të kryesisë, ne po ftejmë për deklaratat. Po i referohet tani. Zoti Karaj po i... Këtë e tha Saljani live para mediave. Unë po i referojmë Saljanit, jo medjes. A e tha me zë dhe me figurë. Jo, që Berisha ka thonë për këtë kështu. Po e tha Saljani që ka thonë Berisha. Po Saljani për këtë tha. Pa dashje. Po një pra, o Aulon, e Jo, nuk e kam ndje kjo, nuk mund të kesh drejtë. Mi më ti ki drejtën tënde të thuash në më thënë që unë pavarësisht se u futa në primare dhe dola i parja, po i fundit kjo është tjetër histori. Unë po them për në aksionin tim, se e the pak më parë, politika është aksion, nuk është profesion, o zotëri. Unë profesionin e kam avokat, jurist, nuk e kam politikan. Politikën e bëj për hobi, për ajo ke drejt dhe unë të vështes për atë. Në qoftë se unë do isha i pari i primareve dhe Partia Demokratike nuk do më vendoste në listë, sinqerisht, nuk do punoja hiç. Do shkoja te Rama, mo, Aulon. Ti thosha të lutem duhet punoj për ty falas. Ti nuk shko te Rama, po nesër. Ma ta marrë si narrativ. Sepse, o mërë zotëri nderuar, nuk ka më fyrje më të madhe se sa ti, deli pari me vota dhe pasaj to ti i pavlefshëm për mua. Po për çfarë bëj aksionin politiku në Aulon? Dhe e fundi dy fjalë për këtë punë avokatit dhe pasaj nuk të marrë kohë. Ore, dhe kjo nuk është as pak serioze me babana mu. Ai thot, ne ja dham votat Endri Shabanit, sepse ai na dha fjalën për Floribinaj. Votat janë marrë në 10 orë më. Çështja e Floribinajt mbaroi që në 20 tetor. Ta dhe me gjynjy nuk din. Pra dhe të gjinjen, nuk din. Po e marrë të mirë qënë, mos si kur ja kanë dhënë dhe janë treguar naiv. Po e marrë kështu si qështë. Ore, një parti politike, kur ka në dorë vendosjen e një avokatit politik pozicioni, që nuk është najë më të rëndësishme, po qoftë ai që është, po tjetë serioze, shko në Këshillin Kombëtar dhe thot, ore, kush janë këta njerëzit që kemi ne, se ka jurist për dheja me thasë, që vërtet e meritojnë për qenë aty. Dhe ti nuk shkon me një batare njerëzish aty, mo, se një parti politike del me një a me 2 persona e shumëta. Ore me një do thoja unë. Ne kemi drejtën për ta propozuar, po. Aulon Kalaja, për shembull, do jetë avokati i Republikës, votojeni. Po ti shkon me 6 emra aty, me 7 madje, me 8 madje, dhe që në moment kur ti bën këtë lloj loje, ti dukesh ashiqaj që nuk je serios, për të mos thënë një fjalë tjetër. Sepse Alori përdori pazarin, realisht më pazar ka qenë, dhe turp të uvima. Po ata s'kan as turp, as dreshja që ta ka marrë. Qa pazari, me s'kujt dhe për çfarë? Kjo, unë besoj që do zbardhet shumë shpejt kjo çështje, se nuk do kaloj kaq lehtë, kjo, siç po e trajtojnë këta domun. Turpi më i madh pastaj nxjerr sa njerëz, se kur ja kërkon ky zotëria apo dikush tjetër që të paktën kërkonin ndjesë, dalin ca njerëz tani, i kërkojnë ndjesë unë, i kërkojnë ndjesë. Madje i madhi Gjek Markaj del dhe thot, shiko, thot, unë thot jap dhe dorëheqjen thot, po baca ne ata nuk ja pranon. Kjo është të tallesh me demokratët, më kush janë më këta njerëz më në vitin 2025? Drejt neve t'japi dorëheqjen dhe ati që ja dorëzon dorëheqjen nuk ta pranon, është ndodh është në politikë. Unë e di që nuk je kaq shumë naiv ti. Për pozicionin që jam çik. Po mos u bëj kaq domo.
Po. Nuk e di se cila është e keqja që u zgjoth Endri Shabani në Avokatën e Popullit. Që këta e kanë marrë që e quajnë institucion kështu që nuk ka dhënë ndonjë shembull të veçantë. Ky institucion ka shumë gjëra në dorë. Ka shumë gjëra. Deri tek emërimet në drejtësi, në strukturat drejtuese të drejtësisë. Për emërimet në drejtësi nuk mund të them sepse ato kanë kaluar me kohë me vakt. Problemi është që vënë në lëvizje problematikat që shtrojnë qytetarët. Ai institucion, emërtimi që ka nuk ka qenë asnjëherë për qytetarët. Dhe këtë gabim, këtë të keqe dhe që quhen Partia Demokratike, mendoj që për te asaj të parit politik, soroiste e tjera, unë shikoj në atë pjesën time të juristit që Endri Shabani ka qenë kritik për sa i përket shumë gjërave në Shqipëri. Ka qenë edhe kritik ndaj Berishës, e ndaj Ramës, ndaj këtyre dy partive, por dhe pjesa e duhur e Avokatit të Popullit, nëse ai do arrit të jetë drejtuesi i atij institucioni, mendoj që do të kemi një oksigjen të ri. Dhe unë nuk e shikoj gabim për te asaj pjesës retorikës politike, po e shikoj këtë marrëdhënie. Ashtu siç ju shpreha, edhe për Gertin pak më përpara. Pra, ishin disa elementë që unë i shikoj në pjesën se si të vihet në lëvizje ky institucion në favor të qytetarëve. Pjesa tjetër që nëse do të më lejosh se unë s'para kam edhe qef politikën fare, sepse në atë kohë që ne donin të merreshim në politikë këta Stërlinin e tjera, shumë e vështirë. Dhe pjesën e lëvizjes Saljanit, unë shikoj pozitive dhe ajo marrëdhënia për të cilën tha dhe Nardi Qpari ishte që kë po takon në fundit Saljanit, po takon demokratët. Dhe kjo nuk është gabim. Për të vënë në lëvizje atë elektorat i cili është i dëshpëruar dhe i rënë moralisht, mua më duket gjë shumë e mirë kjo lëvizje që ka bërë Saljani. Aq më tepër që e shikoj tepër të vështirë përballjen, se kemi të bëjmë me një Berish që nuk të falë. Me Berishën kanë tentuar shumë persona të përballen dhe i kanë pasur shumë të vështirë, kanë dështuar, ose i ka larguar, s'kan duruar më dhe janë larguar, por që do të vinte shumë keq që të ndodhte kjo gjë me Ervin Saljani. Okej. Ky ishte emisioni për sot, rishihemi të hënën tjetër. Natë e mirë gjithëve.